A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndrimi dhe lavdërimi i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me temat e tre themeleve dhe argumenteve të tyre. Kemi arritur te pika te obligimi i tretë, i parathënies së dytë, faktikisht ta quajmë kështu. Tham se tre obligime të cilat duhet ti di çdo musliman dhe muslimane. Është obligim individual. Është të njoh njëshmërinë e Allahut në të qenit Zot, njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala në adhurim, dy pika për të cilat folëm në ligjëratën e fundit, dhe pika e tretë që është një obligim të cilin duhet ta di, ta besoj dhe të veproj sipas saj secili musliman dhe muslimane, është miqësimi dhe armiqësimi. Miqësia dhe armiqësia në fe, ose me fjalë të tjera, dashuria për hir të Allahut dhe urrëtia për hir të Allahut subhanahu wa taala, që dhe këto tre çështje faktikisht e përbëjnë themelin e akides islame. Tauhidi dhe dashuria për hir të Allahut dhe urrëtia për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë obligim të tretë, për çështjen e tretë, autori ka thënë kështu. E thalithe, çështja e tretë, anna man ata Allah, anna man ata ar-rasula wa wahhada Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrabu qarib. Kush e respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e njëson Allahun subhanahu wa taala, ka tauhid të qartë, besim në tauhid të Allahut subhanahu wa taala, nuk i lejohet atij që të miqësohet me ata të cilët e kundërshtojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qofshin ata njerëzit më të afërt. Argument për këtë është ajeti 22 i surës Mujadala, në të cilën Allahu subhanahu wa taala thotë: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Pra, ai që e respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e njëson Allahun subhanahu wa taala, nuk i lejohet atij që të miqësohet me ata të cilët e kundërshtojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qofshin edhe njerëzit më të afërt. Argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala: nuk mund të gjesh një popull që beson Allahun dhe ditën e ahiretit, të cilët e duan atë që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe nëse ata kundërshtarët janë baballarët e tyre, ose fëmijët e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose familja e tyre e afërt. Këta Allahu subhanahu wa taala këtyre u ka shkruar imanin dhe u ka dhënë përkrahjen e tyre, u ka dhënë shpirt, dhe ata do të i fusë në xhenet nëpër të cilët rrjedhin lumej, aty do të jenë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me këta dhe këta janë të kënaqur për Allahut. Këta janë pala e Allahut, e pala e Allahut subhanahu wa taala janë të shpëtuar. Kjo është ajeti kuranor, argument për derisa autori thotë se është obligim, që duhet ta di secili musliman dhe secili muslimane, ta besoj dhe të veproj sipas saj. Normalisht kjo duhet me pas mbështetje në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sa me mbështetja dhe argumenti për këtë obligim shumë të rëndësishëm që paraqet prej esencën dhe themelin e fesë, është ajeti 22 surës Mujadala. El wala wal bara, tema është me fjalë të tjera miqësia dhe armiqësia në fenë Allahut subhanahu wa taala. Autori, është shpreh në këtë formë, ai që e respekton
të dërguarin dhe e njëson Allahun subhanahu wa taala, nuk i lejohet atij të miqësohet me ata që kundërshtojnë Allahun dhe pejgamberin. Ai sikur don të thotë, do të thonë se ti, do të thonë kjo është një motivim më tepër. Ai sikur thotë ti që e ke njësuar Zotin tënd, e ka adhuruar atë, dhe i e larguar adhurimit të çdo kujt tjetër përpos ti, dhe e ke respektuar të dërguarin e tij, atëherë vepro edhe me këtë çështje shumë madhështore, shumë të rëndësishme, që është miqësia dhe armiqësia në fe. Ajo është se nuk lejohet për atë që, më thonë, është muahid, për atë që e ka kuptuar tauhidin dhe ka respektuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk i lejohet që ti miqësoj ata të cilët e armiqësojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, por se e ka për obligim, domethënë, që ti armiqësoj kundërshtarët e Allahut. Armiqtë e Allahut duhet që të armiqësohen dhe të braktisen, të bojkotohen. Edhe nëse këta të cilët e kundërshtojnë Allahun dhe pejgamberin sa janë njerëzit më të afërt, qoftë ai baba i, qoftë ai, domethënë, fëmia i, qoftë vllau, qoftë dikush tjetër i afërt, Allahu subhanahu wa taala e ka ndërprer këtu, domethënë, e ka ndërprer faktikisht, domethënë, atë dashuri dhe miqësi që mund të ekzistojë mes një besimtarit dhe një kundërshtarit të Allahut subhanahu wa taala. Mbas të ajetit që e lexuam, dobia që e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor për ata të cilët largohen, distancohen, nuk i duan kundërshtarët e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është në një. Domethënë, në këtë ajet kuranor, në ajetin 20 të surës Mujadala, Allahu subhanahu wa taala ka përmend disa dobi për besimtarët e vërtet, për ata të cilët duan vetëm për hir të Allahut dhe urrejnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. I duan ata që e duan Allahun dhe urrejnë ata që e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala. E para, Allahu i madhruar e mbledh dhe e stabilizon, e përforcon imanin në zemrat e tyre. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. Allahu e ka shkruar, në zemrat e tyre imanin, që na jep me kuptu se Allahu subhanahu wa taala e ka rrënjosur, dhe e ka skalitur në zemrat e tyre imanin, e ka stabilizuar. Ata të cilët jo vetëm që e duan Allahun, po e duan edhe ata të tjerët të cilët e duan Allahun dhe respektojnë Allahun. Dhe jo vetëm që e urrejnë shirkun, po e urrejnë edhe ata të cilët janë i thartë të shirkut dhe të kufrit. E dyta, këta njerëz Allahu subhanahu wa taala u jep përkrahje dhe përkrahjen e tij Allahu i madhruar e ka quajtur shpirt. Wa ayyadahum bi ruhin min. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. Allahu e ka shkruar dhe e ka përforcuar imanin në zemrat e tyre. Wa ayyadahum bi ruhin min, dhe i ka përkrahur me shpirt për ti. Përkrahja e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë rast është Allahu e ka quajtur shpirt përkrahjen e tij, për arsye se kjo përkrahje është shkak, domethënë, për jetën e tyre të lumtur, për jetën e këtyre besimtarëve të cilët largohen nga kundërshtarët e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, kjo është shkaku për të pas ata jetë të lumtur, dhe kjo çështje bashkë, domethënë, me çështjen e parë, është prej shpërblimeve që besimtari i arrin në këtë dynja. Domethënë, kush armiqësohet me kundërshtarët e Allahut, e ndërpret dashurinë e tij me kundërshtarët e Allahut subhanahu wa taala, Allahu jep shumë të mira. Dy pra atyre të mirave janë këtë botë. Ajo është me ta forcon, domethënë, imanin dhe ta rrënjos imanin në zemrën tënde, dhe dyta është Allahu subhanahu wa taala të jep përkrahje, domethënë përkrahje të cilën ai e quajti shpirt për arsye se shpirti, domethënë, është shkaku për të pas jetë të lumtur në këtë botë. Tjetra dobi që përfitohet nga miqësia për hir të Allahut dhe armiqësia për hir të Allahut subhanahu wa taala, domethënë e treta që është përmendur në ajet
në ajetin 22 të surës Mujadele, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Këta njerëz Allahu subhanahu wa taala do t'i fut në xhenete, në për të cilat rrjedhin lumej dhe aty do të jenë përgjithmonë. Tjetra dobi është Allahu subhanahu wa taala radiyallahu anhum. Allahu subhanahu wa taala do të jetë i kënaqur për tyre. Domethënë, kjo është një begati, se xheneti është begati e madhe. Mirë po, me fitu edhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, kjo është begatia më e madhe. Andaj në surën Tauba ajeti 70 Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ridwanun min Allahi akbar." Mbi të gjitha të mira që Allahu mund t'ia jep një njeriu, me thonë kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, që jetë Allahu i kënaqur me robën e tij, kjo do të thonë është mbi të gjitha. Tjetër, do të thonë dobi që përfitohet nga miqësia dhe armiqësia për hir të Allahut subhanahu wa taala është se robi do të jetë i kënaqur në ahiret me Allahun subhanahu wa taala, me hyrjen e tij në xhenet. Wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur për tyre dhe ata do të jenë të kënaqur prej Allahut subhanahu wa taala. Dobia tjetër se Allahu subhanahu wa taala, Allahu i madhruar i nderon ata duke i bërë prej njerëzve më të veçantë të tij dhe më të afërt. Ulaike hizbullah. Këta njerëz janë pala Allahu subhanahu wa taala. Ela inna hizballahi humul muflihun. Dhe dijeni pra se pala Allahu subhanahu wa taala, ata janë të shpëtuar. Thot Abdurrahman as-Saadi, Allahu e mëshiroft, në tefsirin e tij Tejsirul Kerimir Rahman: ai që pretendon se beson në Allahun dhe ditën e ahiretit dhe me gjithë këtë do të thonë i do armiqtë të Allahut subhanahu wa taala dhe i do ata të cilët e kanë lënë anash imanin, e kanë gjujt imanin prej tyre, ky iman të cilën, ky besim të cilën ata e pretendojnë është, do të thonë, vetëm nuk është gjë tjetër vetëm se pretendim i cili s'ka realitet në ta. Për arsye se çdo çështje duhet, do të thonë, të ketë një argument që do ta vërtetojë ata. Thjesht pretendimet, do të thonë, nuk, nëse dikush pretendon se e do Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe është shumë i afërt me armiqtë e Allahut subhanahu wa taala, i do ata, arrin me ta, qëndron me ta, është i afërt me ta, do të thonë, kjo është një pretendim do të thonë i thatë, i zbrazët, i cili nuk ka asgjë prej realitetit. Një çështje tjetër e rëndësishme, do të thonë, është të flasim për rëndësinë e miqësisë dhe armiqësisë në Islam. Do të thonë, cila është rëndësia e kësaj? Thot Muhammed ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu taala: la yastaqimu lil insani islamun ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. مثلا nuk plotësohet Islami përderis, më thonë, edhe nëse dikush e njëson Allahun subhanahu wa taala dhe e praktikon shirkun, vetëm se me armiqësimin e i dhujtarëve. Duhet me armiqsu i dhujtarët. Dhe duhet me shpreh, do të thonë, duhet me deklaru kundërshtimin dhe armiqsinë dhe urrëtitjen, do të thonë, që besimtari e ka ndaj tyre. Do të thonë, këtë fjalë ka thonë në Durra Resenie, vëllimi 8, faqja 331. Në fakt, do të thonë, ky është kuptimi i shahadetit. Do të thonë, ky është kuptimi i shahadetit. Me thonë kelimet e tauhidit, la ilaha illa Allah. Me thonë për arsye se fjala la ilaha illa Allah, me thonë, i ka dy shtylla. E para është la ilaha dhe illa Allah. Me thonë te la ilaha nuk ka të adhuruar me mërit. Me thonë këtu mohohet çdo lloj adhurimi që mund, do me thonë, të drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu. Mohohet dhe urrehet. Illa Allah pohohet se adhurimi është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Për arsye se Islami është, siç ka thënë Muhammed Abdul Wahhabi rahimahullahu taala, Islami çka është? Do të thonë ti nënshtrohesh Allahut me tauhid. Do thonë me besim të pastërt, i nënshtrohesh Allahut subhanahu wa taala.
gjithashtu i nënshtrohesh Allahu subhanahu wa taala me respektim dhe me bindje dhe me duke u distancuar nga shirku dhe i thartë e tij. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, duke fol për rëndësinë e miqësisë dhe armiqësisë, al-wala wal-bara. Thot wal-bara'atu diddu al-walaya. Me thonë armiqësia është e kundërta e miqësisë. Unë do ta bëj edhe një sqarim kështu. El-wala, do me thonë është për fjalës wali, për shembull, wali quhet miku, i dashuri, i afërt. Shumë si i kësaj fjale do me thonë është aulia, do me thonë ose fjala evlia që edhe përdoret do me thonë në gjuhën shqipe, evlia, o zakonisht do me thonë është si term fetar, thuhet për ata të cilët janë të devotshëm. Do të thonë wali është mik i Allahut subhanahu wa taala. Miqësia dhe armiqësia do të thonë kanë një themel pa të cilin nuk mund do të thonë të jenë të realta. Esenca e armiqësisë është urrëtia, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, kurse esenca e miqësisë është dashuria. Dhe kjo, do të thonë këto esenca flasin për realitetin e tauhidit dhe se nuk duhet askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, wa an la yuhabba illa Allah, të mos duhet askush tjetër përveç Allahut subhanahu, wa yuhab ma yuhibbuhu Allahu lillah, dhe me dasht atë të cilin e do Allahu subhanahu wa taala për hir të Allahut. Me thon el wala nën kupton me dasht Allahun subhanahu wa taala dhe me dasht atë të cilin e do Allahun subhanahu wa taala për hir të Allahut subhanahu wa taala. Me thon fala yuhibbu illa lillah wala yubghidu illa lillah. Nuk do vetëm për hir të Allahut dhe nuk rrin vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Këtë do të thonë e gjejmë në Fetawa, vëllimi 10, faqe 465. Muslimani do të thonë e do atë që e do Allahu subhanahu wa taala dhe urren atë që e kundërshton Allahun subhanahu wa taala. E Allahu subhanahu wa taala për shembull e urren qafirin, nuk e do qafirin, nuk e do mosbesimtarin. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala innahu la yuhibbul kafirin. Ai nuk i do mosbesimtarët, nuk i do, më thonë qafir. Për arsye se qafiri është armik i Allahut subhanahu wa taala dhe është armik i besimtarëve. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Mumtahina, ajetin e parë, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. O ju që keni besuar, mos e mirni për miq armikun tim dhe armikun tuaj, duke ju shprehur atyre dashuri. Do të thonë, bëhet fjalë për i dhujtarët e Mekës. Allahu subhanahu wa taala i quajti armiq të tij dhe armiq ton, do të thonë armiq të besimtarëve. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, min tamami mahabbati Allahi wa rasulih bughdhu ma hadda Allaha wa rasulahu wal jihadu fi sabilih. Me thonë prej dashurisë së përkryer, do të thonë ndaj Allahut dhe të dërguarit e tij, është urrëtia e gjithë asaj që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij dhe lufta në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë lufta në rrugt të Allahut është prej dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me thonë, kur forcohet imani në zemër, forcohet edhe, do të thonë, kjo aspekt i besimit, dashuria për hir të Allahut dhe urrëtia për hir të Allahut. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, idha qawiya ma fi al-qalbi min at-tasdiq wal-ma'rifati wal-mahabbati lillahi wa rasulih awjaba bughdha a'da'illah. Do të thonë, këto janë si definicione, se gjithashtu e ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në vëllimin e 7 faqe 522. Thot, kur forcohet në zemër, do të thonë besimi, kur forcohet në zemër besimi në Allahun subhanahu wa taala dhe njohja e Allahut dhe dashuria ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, kjo do të thonë detyrimisht do të shkaktoj urrëtien e armiqve të Allahut. Do të thonë nëse në zemër forcohet bindja ndaj Allahut, njohja e Allahut dhe dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit,
detyrimisht kjo do të shkaktoj urrëqen e armiqve të Allahut subhanahu wa taala. E nëse lë mangu të robi, në më thonë këtë aspekt të besimit, dashurin dhe urrëqen për hir të Allahut subhanahu wa taala, do të merr dënim për Allahut madhruar. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Nisa: La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa ma yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa. Besimtarët nuk duhet që t'i marrin mosbesimtarët miq. E kush e bën këtë, në me thonë, nuk i mbetet gjë për e fejsa Allahut subhanahu wa ta'ala. Në thonë Nisa, ajetin 28. Sheikhul Islam Ibn Taymija thot gjithashtu: dashuria është prej veprave të zemrës. Imani në Allahun subhanahu wa ta'ala e kërkon, në thonë imani në Allahun subhanahu wa ta'ala e kërkon dashurinë ndaj Allahut dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me besu Allahun azza xal, kjo do thon faktikisht shkakton një dashuri tjetër, do thon me dashur Allahun dhe pejgamberin e tij. Dhe kjo bie në kundërshtim me dashurinë ndaj kundërshtarëve të Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që e kundërshton imanin dhe shkakton domethën dënim, duhet domethën që të largohet për shkak se duhet të ruhet imani. Do të thonë, largimi nga mushrikët, të largohesh me ata me trup, nuk mjafton, do të thonë, për të shprehur, do të thonë, urrëqen dhe distancimin nga ata. Por se duhet, do të thonë, që kjo të bëhet edhe me urrëqen ndaj zemrës. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala: Bara'atul khalili min qaumihi al-mushrikin wa ma'budihim leysat tarkan mahdhan bel sadiran an bugdhin wa adawa. Distancimi i miku të dashur të Allahut subhanahu wa taala, Ibrahimit alayhis salam, nga populli i tij idhujtar dhe nga idhujt e tyre, nuk ishte thjesht një braktisje, por ishte rezultat i një urrëqes dhe armiqësisë, domethënë që kishte në zemër të tij. Kur flasim se besimtari duhet të ketë urrëqe dhe armiqësi, domethënë ndaj mosbesimtarëve, kjo nuk do të thotë se lejohet të bëjmë atyre padrejtësi, se ne, domethënë, e kemi tauhidin që është gjëja më e shtrenjtë. Dhe gjithçka që e kundërshton këtë tauhid nuk e duam dhe urrejmë. Mirë, po kjo nuk na lejon neve që të jemi të padrejtë ndaj tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Mumtahana, në thënë ajeti 8: La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allahu nuk ju ndalon në asnjë mënyrë që ju të jeni të drejtë dhe të jeni bamirës ndaj atyre të cilët nuk ju luftojnë juve dhe nuk ju kanë nxjerrë prej shtëpive tuaja. Sa Allahu subhanahu wa taala vërtet i do ata të cilët janë të drejtë. Do thonë Allahu subhanahu wa taala nuk na ndalon që të jemi bamirës dhe të jemi domethënë të drejtë ndaj atyre të cilët janë idhujtar ose janë mosbesimtar. Përkundrazi, ne duhet të jemi domethënë të drejtë dhe duhet domethënë që të jemi bamirës. Mirë, po kjo është një sjellje formale që nuk duhet të reflektohet në zemër. Nuk duhet të reflektohet në zemër, domethënë duke i dashur ata dhe duke u afruar me ta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar, domethënë në përgjithësi, domethënë shariati islam ndalon që për shembull të vritet mosbesimtari i mbrojtur, qoftë ai domethënë dhimmi, qoftë muahad, qoftë musta'man. Dhimmi quhet personi i cili jeton në shtetin islam, mirë po është mosbesimtar dhe pranon që t'i nënshtrohet ligjeve sistemit domethënë të shariatit, mirë po domethënë e mban fenë e tij të cilën e ka, domethënë nuk e beson fenë islame, duke i paguajtur domethënë një çmim të caktuar shtetit islam për arsye se ai lirohet nga shumë obligime, domethënë, ky quhet dhimmi. Muahad quhet domethënë mosbesimtari i cili vjen prej një vendit armik
domethënë me muslimanët, mirë po hyn në shtetin islam me domethënë i jepet garanca dhe siguria për të hyrë në shtetin islam. Ky quhet muahed. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush e vret, domethënë men qatala muahadan lam yarih raihat al-janna wa in rihaha yujadu min masirati 40 aman. Domethënë kush e vret një mosbesimtar i cili hyn në shtetin islam me leje dhe me garanci, nuk do të nuhat erën e xhenetit, edhe pse era e xhenetit domethënë dihet 40 vite larg. Njëjtë është edhe el mustamen, është mosbesimtari domethënë i cili hyn domethënë në shtetin e muslimanëve domethënë me siguri. Gjithashtu pejgamberi domethënë shariati islam ndalon që të nëpërkëmbet pasuria e këtyre që t'ju bëhet pa drejt, që të sulmohen e kështu me radhë. Të gjitha këto përkundrazi domethënë duhet këta njerëz domethënë të thirrën në fenë Allahu subhanahu wa taala me urtësi dhe me dituri, ashtu siç ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me udhëtarët, ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me mosbesimtarët e tjerë. Pra feja islame është, kur themi se për themeleve të fesë islame është me e dasht Allahun dhe pejgamberin dhe të gjithë ata që e duan Allahun dhe pejgamberin, dhe me urrejt të gjithë ata që e kundërshtojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në çështjet e besimit duhet t'i urrejmë. Kjo domethënë është në një formë mesatare, duke mos e tepruar, për shembull nuk lejon që mosbesimtarëve, megjithëse ne urrejmë shirkun e tyre, mosbesimin e tyre, mirë po kjo nuk na lejon neve që të jemi të padrejtë, domethënë që të nëpërkëmbim jetët e tyre, pasurinë e tyre, e kështu me radhë. Pra, domethënë akidja e muslimanëve është mes teprimit dhe mes domethënë tolerancës së pakufishme, domethënë në këtë çështje. Ata të cilët e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala, ne distancohemi prej tyre. Domethënë të gjitha këto janë ato tekstet e shariatit dhe faktikisht fjalët e dietarëve të cilët e sqarojnë këtë gjë. Dashuria, një çështje tjetër, domethënë shumë e rëndësishme që zakonisht potencohet në këtë temë është se dashuria ndaj idhujtarëve ndahet në dy kategori. Domethënë dashuria ndaj idhujtarëve ndahet në dy kategori. Njëra quhet at-tawalli. Që më thonë dashuri ndaj mosbesimtarëve, dhe tjetra quhet el-mualat. Më thonë janë terme të cilat ne në gjuhën shqipe i përkthejmë të dyja, më thonë miqësi. Mirë po në definicionet e tyre, më thonë në kuptimet e tyre terminologjike kanë dallim. E para e tawalli do thot me dash shirkun dhe i thartë e shirkut, me ndihmu mosbesimtarët kundër besimtarëve dhe mu gëzu me këtë gjë, dhe me ndihmu do me thonë mosbesimtarët kundër besimtarëve. Ky është një mosbesim, më thonë i cili, ose kufër i madh, që njeriu e nxjerr nga feja. Dhe Muhammed ibn Abdul Wahhabi në librin e tij 10 më thonë veprat që nxjerrin njeriu prej islamit, e përmend më thonë se dashuria ose ndihma e mosbesimtarëve kundër besimtarëve, do të thonë është një vepër që nxjerr prej islamit. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." O ju që keni besuar, mos i mirni, më thonë, që futët dhe krishterët për miq, ata janë miq të njëri tjetrit, kush miqësohet me ta, ai është prej tyre. Pra Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Kush miqësohet me ta, ai është prej tyre. Thot Imam Begaviu rahimahullahu taala: "Imanul mu'mini yafsudu bi muwadati al-kuffar." Besimi i besimtarit prishet me dashurinë ndaj mos besimtarëve. Do të thonë, kjo është një lloj. Do të thonë, kategoria e parë e dashurisë ndaj mosbesimtarëve. Do të thonë, jo
jo çdo dashuri ndaj besimtarëve është e njëjtë, po është me shkallë. Ajo dashuri ndaj mosbesimtarëve, ndaj mushrikëve dhe qafirave në përgjithësi, do të thonë që ka këtë kuptim, me do shirkun dhe i thartë e tij, me ndihmu mosbesimtarët kundër besimtarëve dhe më gëzu me këtë gjë, do të thonë kjo është ajo që e nxjerr njeriu prej Islamit. Kategoria tjetër është el mualat, që është një lloj miqësie, do të thonë, dhe shoqërimi, do të thonë që bëhet për shkak, do të thonë, interesave të dunjas. Çdo lloj dashurie dhe miqësimi ndaj mosbesimtarëve që bëhet për ndonjë interes të dunjas është mëkat i madh, mirë po nuk është vepër që njeriu e nxjerr nga Islami. Allahu subhanahu wa taala kur Hatib ibn Balta mori vesh për planifikimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishte një besimtar, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam planifikoi sulmin e mushrikëve të Mekës në vitin e 8 të Hijretit, dhe Hatib ibn Balta për të ruajtur pasurinë e tij në Mekë, që të mos në përkëmbet nga përleshja, nga lufta që do të bëhet, deshi që të informoj mushrikët e Mekës për qëllimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kishte, më thon, për të sulmuar Mekën, dhe këtë e bëri, domethënë, për të ruajtur pasurinë e tij. Ashtu siç tregohet, domethënë, në një hadith të gjatë, e për shkak të kësaj Allahu subhanahu wa taala zbriti ajetin kuranor: ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. O ju që keni besuar, mos e mirni armikun tim dhe armikun tuaj mos e zini për mik, duke i shprehur atij, do të thonë, dashuri. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, mund t'i ndodh njeriut që të për shkak, do të thonë, të ndonjë nevojes ose për shkak afërsisë fare fisnore ta doj ndonjërin prej mosbesimtarëve. Dhe kjo, do të thonë, llogaritet një mëkat i cili e dobëson imanin e tij. Mirë po me këtë nuk bëhet mosbesimtar. Kjo është me rëndësi. Do të thonë, ashtu siç i ndodhi Hatib ibn Baltas. Këtë e ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija në Fetawa, vëllimi 7, do të thonë, faqja 523. Do të thonë, Hatib ibn Baltas, i cili kur u pyet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka e shtyri, do të thonë, që të bëje këtë tradhtim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai tha: "O i dërguari i Allahut, ti dhe Abu Bekri keni në Mekë kush u harruan pasurinë tuaja, atëherë kur shkoni të sulmoni, do të thonë, Mekën, kurse unë nuk kam dhe desha që të informoj në mënyrë që të ruaj pasurinë time." Do të thonë, kjo është një interes material. Dhe kjo nuk do të thonë se lejohet, mirë po nuk është në të njëjtën kategori me dashurinë ndaj mushrikëve, e cila bëhet duke i ndihmuar ata kundër besimtarëve dhe duke u gëzuar me fitoret që korrin ata kundër besimtarëve. Kjo e para, do të thonë, është kufër i madh, dalje nga feja, kurse e dyta, dashuria për hir të ndonjë interesi të dunjas, do të thonë, është thjesht mëkat i madh dhe nuk lejohet. Pra dallimi, siç thot Sheikh Abdullah ibn Abdul Latif rahimahullah, kjo është, do të thonë, një prej dietarëve të tauhidit, përndryshe, do të thonë, është edhe xhaxhai Muhammed ibn Ibrahimit, muftijes së Arabisë Saudite para Sheikh Ibn Bazit rahimahullahu taala, kur është pyet për dallimin mes tawalli edhe mualat, ka thënë se, do të thonë, dallimi ndërmjet tyre është se e tawalli, do të thonë, është kufër i cili të nxjerr nga feja. Ajo është sikurse me mbrojt mosbesimtarët, me largu kritikat prej tyre, me mbrojt, do të thonë, me pasuri, me mendje dhe me trup. Kurse mualat është, do të thonë, një mëkat i madh prej mëkateve të mëdha, sikurse mi u dhon gjyrë, do të thonë, mi ndihmu, mi u bosqesh në fytyrë, do të thonë, mua gdhend, për shembull, mua përgatit ato lapsat për me shkruajt kufrin e tyre. Të gjitha këto, do të thonë, janë mëkate të mëdha, mirë po nuk janë në rangun atyre veprave që njeriu e nxjerrin nga feja. Për shkak se shumë njerëz çështjen e miqësisë dhe armiqësisë
zakonisht e keq kuptojnë dhe mendojnë se çdo lloj miqësie me mosbesimtarët, më thonë është kufër që të nxjerr nga feja, është mirë të dihet se miqësia, për shembull ndaj mosbesimtarëve, përmendet, mund të shfaqet në forma të ndryshme. Sulejman ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab, një prej komentuesve të librit Kitabut Tauhid, një prej dietarëve domethënë të Tauhidit, në librin e tij domethënë Durar Senie, vëllimi faktikisht në përmbledhjen e librave të imamave të Davetit, vëllimi 8 faqe 154, përmend 20 forma se si mund të ndodh, domethënë miqësimi me mosbesimtarët. Dhe të gjitha këto nuk janë domethënë vepra që nxjerrin njeriu nga feja. Nuk janë vepra që nxjerrin, po disa prej tyre mund të konsiderohen si gjunahe, disa të tjera mund të konsiderohen domethënë si vepra që e prishin dhe e asgjësojnë imanin në tërësi. Për shembull, at-tawalli al-am, dashuria ndaj tyre dhe ndihma e tyre kundër mosbesimtarëve. Dashuri domethënë e veçantë për interes dunjas. Animi ka ata. Domethënë me anu pakës ka ata. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Allahu subhanahu wa taala i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur të mos të përforconim, gati se anove ka mushrikët, domethënë pak. Idhen la adhaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamati thumma la tajidu laka alejna nasira, dhe nëse ti do ta bëje këtë, domethënë të anosh ka mushrikët, edhe ata qoftë domethënë shumë pak. Atëherë Allahu subhanahu thot: idhen la adhaqnaka dhi'fa al-hayat. Atëherë do të bënim që të shijosh domethënë dy fish dënimi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe nuk do të gjeje ndihmëtar kundër nesh. Nëse kështu Allahu subhanahu wa taala i ka thonë krijesës më të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë si mund domethënë që si do të ishte halli domethënë me ndonjë tjetër që nuk është domethënë aq i afër dhe është i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Formë tjetër e shprehjes së miqësisë me mosbesimtarët është qëndrimet oportuniste, ose si quhet arabisht domethënë el mudahana, që nën kupton me lëshu pe në çështjet e fesë, domethënë për shkaqe domethënë të dunjas. Domethënë me lëshu pe në parimet e fesë, domethënë kur je edhe kur shoqërohesh me mosbesimtarët. Një gjë për të cilën tregon Allahu subhanahu wa taala që e dëshirojnë mosbesimtarët. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ata dëshirojnë që ti të lëshosh pe dhe ata të lëshojnë pe. Respektimi domethënë i tyre në gjërat që ata i sugjerojnë. Kurse Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos e respekto atë që zemra e tij e ka në gaflet dhe nuk e përmend Allahun subhanahu. Mos e respekto atë i cili është i pavëmendshëm ndaj përkujtimit ton, e pason epshin e tij se çështja e tij domethënë ka përfunduar. Formë tjetër është mi afru ata në ndejat udhëhecit e muslimanëve, domethënë mi afru ata afër tyre, domethënë dhe me ndejt me ta. Konsultimi i tyre, punësimi i tyre në çështje, domethënë në çështjet e muslimanëve, qoftë domethënë ndonjë udhëheci, qoftë ndonjë veprim tjetër domethënë që ka të bëjë me çështjen e muslimanëve. Marrja e tyre për miq domethënë shumë të afërt të shtëpisë, ndeja me ta dhe vizita domethënë që u bëhet atyre. Buzëqeshja domethënë dhe kur takohesh me ta, buzëqeshja domethënë në fytyrat e tyre kur takohesh me ta. Respektimi domethënë i përgjithshëm. Dhënia e tyre domethënë tu japësh domethënë garanci se janë të besueshëm, kurse Allahu subhanahu wa taala i ka konsideruar si tradhtar. Ndihma e tyre në gjëra domethënë të vogla që u ndihmon atyre për të shkruar zullumin e tyre. Sikur sa është mi ofru për shembull letër, mi ofru ngjyrë, mi ofru domethënë lapse kështu me radhë. Konsultimi i tyre, pasimi i epsheve të tyre.
bashkëjetesa me ata. Do të thonë të jesh i kënaqur dhe i pajtuar me veprat e tyre dhe të përngjasohesh me ta dhe të vishesh sikurse ata. Të gjitha këto janë, do të thonë, mënyra se si shprehet miqësimi me mosbesimtarët, ashtu siç e ka përmendur Sulejman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Do të thonë, përmendja e fjalëve që aludojnë në madhrimin që u shpreh ndaj tyre, sigurisht me i thon për shembull dietar, zotëri, i mençur e kështu me radh. Ashtu siç ju thuat, thot ky dietar për shembull tagutave të ndryshëm, për shembull Sejid Fulan, për shembull zotëri Fulani, kurse ai është, domethënë, ndoshta një prej kryesorëve, domethënë, të kufrit. Dhe forma e fundit që e përmend është të jetosh, domethënë, me ta në vendin, domethënë, në shoqëritë e tyre. Domethënë, me jetu me ta, me braktis vendin ose shoqëritë islame dhe me shku me jetu, domethënë, në shoqëritë e tyre. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men jama'a al-mushrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu." Kush bashkohet me një mushrik dhe jeton bashkë me të, ai është sikurse ai. Këtë hadith më thonë e transmeton Ebu Davudi dhe Bejhaki, kurse Sheikhul Islam Ibn Taymija e konsideron si hadith të vërtetë. Kryesorja, më thonë, duhet çdo herë kur flitet për miqësimin e mosbesimtarëve, duhet të dihet se ajo bëhet në shumë forma. Do thonë, dhe jo çdo formë e miqësimit të besimtarëve është vepër që e nxjerr besimtarin, do të thonë, nga feja, por se ka dallon, do të thonë, disa prej atyre veprave, do të thonë, mund të shkaktoj daljen nga feja, disa prej tyre, do të thonë, llogaritën vetëm se si mëkate të mëdha. Përngjasimi me ta, për shembull, në pamjen e jashtme, siç thot Sheikhul Islam Ibn Taymija në librin e tij Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, do thonë që është një formë e miqësimit, do thonë, mu përngjasu me ta në pamjen e jashtme. Pse ndalohet kjo? Për arsye se shkakton dashuri, domethënë në brendësi. Kur të vishesh, kur të flasësh, kur të ecësh edhe kur të sillesh, domethënë pamjen e jashtme në formë. Sikurse mosbesimtarët, kjo bën që ti duash ata të cilat ti ndjek dhe përngjasohesh me ta. Ashtu sikurse ndodh edhe e kundërta, domethënë dashuria e brendshme që është ndaj mosbesimtarëve reflektohet edhe në pamjen e jashtme. Kurse besimtari, domethënë, raportet e tij të dukshme, domethënë, me mosbesimtarin i bën, domethënë, duke mos i anuar zemra e tij ka ai, duke mos e dashur ata dhe duke mos u përngjasuar, domethënë, me të. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, la budda fil imani min mahabbati al-qalbi lillahi wa li rasulih wa min bughdhi man yuhadda Allaha wa rasulahu. Më thonë, është prej obligimeve të detyrimeve të imanit, është që të duash me zemër Allahun dhe të dërguarin e tij dhe të urresh me zemër ata që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe çështja e fundit që ta përmendim, në këtë legjerat është miqësia dhe armiqësia me gjunahqarët. Për sa i përket mosbesimtarëve, e kuptuam se nuk lejohet që ata të duhen dhe, më thonë, të shoqërohet besimtari me ta. Mirë po, për sa i përket mëkatarëve, ata të cilët bëjnë gjunahet mëdha dhe i shkelin fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtyre njerëzve, këta njerëz duhen, domethënë, aq sa kanë iman dhe urrehen aq sa kanë mëkate. Domethënë, kjo është ajo mesataria e besimit të ehli sunetit. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala: "Wal wajibu muwalatu awliya illahi al-muttaqin min jami' al-asnaf." Është detyrim që të duhen miqtë e Allahut të devotshmit për të gjitha, kategorive. Wa bughdul kuffari wal munafiqin min jami' al-asnaf. Dhe të urrehen mosbesimtarët dhe munafiqët nga të gjitha kategoritë e tyre. Wal fasiq al-milli, mëkatari i cili, me veprat e tij ndoshta u përngjan mosbesimtarëve, mirë po është antar i fesë islame, quhet fasiq al-milli, mëkatari musliman. Ati jipet, ai duhet aq sa e ka imanin
dhe urrehet aq sa ka gjunahe, do të thonë basta asaj që ne e shohim. Kur njeriu e shpreh urrëtitjen ndaj atyre që e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala u zaventson këtë gjë, do të thonë me të mirat kësaj bote edhe me shpërblimet pa numërta në botën tjetër. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala kur u distancoi Ibrahimi alayhis salam prej babait të tij dhe popullit të tij, Allahu subhanahu wa taala i fali atij ditjem, do të thonë Ismailin edhe Ishakun, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Maryam ajeti 49, falamma i'tazalahum wa ma ya'budun min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Kur ai u largua nga populli i tij dhe nga idhujt e tyre që adhuronin përpas Allahut subhanahu wa taala, ne i dhuruam Ishakun dhe Jakubin dhe secilin prej tyre e bën pejgamber. Ashtu siç e përmendi Allahu subhanahu wa taala në ajetin 20 të surës Mujadala, se këta njerëz të cilët besojnë Allahun dhe ditën e ahiretit nuk i duan kundërshtar të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse janë baballarët e tyre, fëmijët e tyre, edhe nëse janë vëllezërit e tyre dhe nëse janë familja e tyre e afërt, nuk i duan këta. Allahu subhanahu wa taala pasi që ata për hir të Allahut distancohen nga njerëzit më të afërt, sepse ata e kundërshtojnë Allahun dhe pejgamberin, atëherë Allahu azza wa jall e përforcon imanin në zemrat e tyre, i përkrah me shpirt, do të thonë jep përkrahje të fortë për anës së tij. Allahu i shtyn në xhenet nëpër cilët rrjedhin lumej. Allahu është i kënaqur për tyre dhe Allahu i ka përmendur se ata janë pala e tij, të cilët janë të vetmit të shpëtuar te Allahu subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma